Përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve 21 minuta. Kryeministri në detyra Albin Kurti është takuar në New York me kongresistin amerikan nga radhët e Partisë Republikane, Mike Lawler, anëtar i Komitetit për Punë të Jashtme në dhomën e përfaqësuesve të SBA-s. Sipas njoftimit të qeverisë në detyrë, në këtë takim u diskutua për thellimin e partneritetit ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me fokus te bashkëpunimi ekonomik, investimet e huaja direkte dhe shkëmbimet tregtare. U theksua gjithashtu roli i rëndësishëm i diasporës shqiptare në këtë proces. Kryeministri Kurti informoi kongresistin për zhvillimet e fundit në Kosovë, duke përmendur progresin në ekonomi, demokraci, siguri dhe sundim të ligjit. Deputeti i LDK-s Krenar Gjaferi ka kritikuar kryeministrin në detyrë Albin Kurti, siç ka thënë për shkak të veprimeve të tij të pakoordinuara me SBA-t, raportet janë në pikën më të ulët. Unë besoj që marrëdhëniet me Washingtonin nuk janë preferenca politike, po duhet jetë realisht është akt vetë shtetësia e Kosovës dhe në këtë kontekst unë kujtoj që marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara duhet ruhen. Në këtë kontekst, kryeministri Kurti gjithmonë me deklaratat e tij dhe punën e tij ka kriju një situatë politike jo të mirë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pastaj edhe me Shtetet Evropiane, dhe unë kujtoj që Kosova prej viteve 90, prej kohës luftës, pastaj pas luftës, në kohën e pavarësisë dhe në njohjen e Kosovës si shtete, atëherë këto kanë ndikuar jashtëzakonisht shumë Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe dhe Shtetet Evropiane. Në këtë kontekst unë kujtoj që deklaratat do duhet të ishin të kujdesshme, mos të prekin interesat tona jetike dhe të jenë të kujdesshëm politikanët tonë në orientimet strategjike që i kemi. Çfarë raportesh vlerësoni ju që ka qeveria aktuale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Po janë pikën më të mundshëm. Unë kujtoj që partnerët duhet të ruhen, duhet të koordinohen. Këtu nuk po flasim vetëm për çështjen e veriut, sepse ata po marrin si pretekst zoti Kurti, po unë kujtoj që çdo punë e cila është bërë në Kosovë është bërë në koordinim të plotë me ta, madje edhe pavarësia e Kosovës që ka qenë në luftën e madhe me shtetet jo mike që ne e dim se në çfarë situate kemi qenë. Kështu që në këtë kontekst unë kujtoj që zoti Kurti pothuajse në çdo lëvizje të vetën ka pas sulme edhe në drejtim edhe mos koordinim realisht me shtetet mike, veçmas Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe çdo fuqi që është në Kosovë, si ambasadorët edhe sekretarët e shtetit, unë kujtoj që duheshin mos të fyeshin, por të respektohen dhe të bashkëpunojmë me ta për interes të vendit tonë. Drejtori i KDI-s Ismet Kryeziu ka reaguar pas deklaratave të fundit të kryeministrit në detyrë Albin Kurti, i cili sipas Kryeziut ka akuzuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës se po veprojnë kundër sundimit të ligjit në veri të Kosovës dhe po kërkojnë kusuritje politike me Serbinë dhe Rusinë në kurriz të Kosovës. Kryeziu ka theksuar se këto deklarata nuk i shërbejnë as forcimit të shtetit, as interesit kombëtar, por vetëm kalkulimeve të ngushta të një lideri që konfrontimin brenda dhe jashtë vendit e shes si mundësi elektorale. Sipas tij, një qasje e tillë përbën një cënim të drejtë për drejtë të marrëdhënieve strategjike me SBA-n dhe në thelb është një goditje ndaj integritetit të vetë shtetit të Kosovës. Ish kryenegociatorja e Kosovës në dialogun me Serbinë Edita Tahiri ka kritikuar kryeministrin në detyrë Albin Kurti, duke thënë se mashtrimi i tij ka mbërritur deri në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tahiri tha se Kurti ju tregoi amerikanëve pse kanë pezulluar dialogun strategjik, që sipas saj vetë Kurti shkoi që të kërkojë lëmosh politike në Amerikë. Duke i ikur fajt të vetë që ishte sulmi ndaj gjykatës kushtetuese, bllokimi i shtetit si dhe detyrimi që ta shpall kuvendin e konstituuar në shkelje të kushtetutës vartësi i kryetari i kuvendit të pakonstituuar. Kurti shtoi matej kërkoi lëmosh politike atje në Amerikë, ju tha se e do dhe një mandat si kryeministër, ndërsa në Kosovë nuk e tha asnjëherë, shkroi Tahiri. Më 13 dhe 14 tetor, Tirana do të mirëpres forumin e parë të investimeve BE Ballkani Perëndimor i mbështetur drejt për drejt nga Komisioni Evropian.
Ky event që mbështetet nga Komisioni Evropian synon të forcojë bashkëpunimin ekonomik dhe mundësitë e investimit midis vendeve të Ballkanit Perëndimor, ku përfshihen Shqipëria, Kosova, Bosnia dhe Hercegovina, Malizi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia dhe shteteve anëtare të Bashkimit Evropian. Zhvillimi i forumit përbën një moment strategjik në integrimin ekonomik të rajonit me Bashkimin Evropian. Kjo ngjarje shënon një hap të rëndësishëm pasi vjen në kuadër të planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor i prezantuar nga Komisioni Evropian në vitin 2024, i cili parashikon mbi 30 miliard euro investime në infrastrukturë, energji të rinovueshme dhe digitalizim deri në fund të dekadës. Fondet kombinuara me grantet e BE-s prej 400 milion euro të miratuara kohëve të fundit synojnë të transformojnë ekonominë rajonale duke e bërë Ballkanin Perëndimor një pikë referimi për kompanitë evropiane. Në Shqipëri do të protestohet më 17 tetor me kërkesën për drejtësi për isheprore të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Protesta do të mbahet në sheshin Skënderbeu, u bë e ditur në një konferencë për media të organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës. Kryetari i OVL-UÇK-s Hysni Gucati nga Tirana tha se kjo protest vjen pas asaj të mbajtur në Prishtinë dhe tjetrës në Hag, qyteti holandez ku e ka selin gjykata speciale. Sot nga kjo tryezi u drejtohen shqiptarëve, partive politike, bashkohuni me ne në këtë protest patësore në Tiranë. Le të ngrihemi të gjithë si një vend i vetëm që ju kundërbihemi pa drejtësive, deklaroi ai. Agjencia e Statistikave të Kosovës në matjet e fundit të saj ka njoftuar se çmimet e produkteve janë shtrenjtuar për një mesatare prej 4.5% në krahasim me vitin e kaluar. Qytetarët e anketuar, duke folur për vështirësitë e tyre financiare, theksojnë nevojën për ngritjen e menjëhershme të pagave. Ndërkohë, njohës të çështjeve ekonomike ngren alarmin se Kosova po ballafaqohet me një inflacion dyshifror. Sipas matjeve të fundit të Agjencisë së Statistikave, çmimet e konsumit për muajin e kaluar janë shtrejtuar për një mesatare prej 4.5% në krahasim me gushtën e vitit 2024. Pothuajse të gjitha produktet e konsumit kanë shënuar rritje, por hiç më keq nuk e la as energjia elektrike, e cila u shtrejtua për 17.1%. Në anën tjetër, qytetarët tregojnë vështirësitë e tyre për ta mbyllur muajin. Ata thonë se rritja e vazhdueshme e çmimeve po godet ekonominë e tyre familjare. Na po jetojmë diçish me ato çka po mund, çish po mund, se po mund. Shumë u shtrejtue. Për një rruga shumë shtrejt. Krejt janë shtrejtu që me botash, me konë më nëjë rritë bili ka pak. Si pensionet, si rrugat. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave, në krahasim me vitin 2024, përveç energjisë elektrike, e cila shënoi rritje mbi 17%, shtrejtim pati edhe tek pemët për 16%, tek perimet për rreth 10%, mishi mbi 12%, produktet e çumshit dhe vezëve u shtrejtuan mbi 8%. Në këtë kuptim, njohësi çështjeve të ekonomisë Mustaf Kadriaj ngrej alarmin se inflacioni në Kosovë është dyshifror. Nëse morëm edhe me anën reale që sa blena, pra tash ne do të llogarisëm që mbi 16% kem në fakt inflacion, pra kem dyshifror në inflacion që në fakt fillon në ancat e krizës ekonomike të një vendi. Pra diçka që qeveria do të merr hapa jashtëzakonisht shpejt. Në fakt ne nuk kemi edhe qeveri të mandatuar, por nëse do të kem, është dashur që të mirë dhe të hapa shumë të shpejt për faktin që nëse vazhdon këtë drejtim çdo ditë më shumë do të kem rendim të jetës së qytetarit dhe të kurrit të shportit së konsumit për faktin që importi është shumë i lartë, politika ekonomike nuk ka dhe në fakt prodhimi vendos çdo ditë më shumë është në kolaps. Por pavarësisht këtyre deklaratave se inflacioni në Kosovë është dyshifror, kryeministri në detyrë Kurti, gjatë qëndrimit të tij në SBA, ka deklaruar se qeveria udhëhequr nga ai ka luftuar inflacionin, siç tha, përmes 3 komponenteve. Sipas tij, qeveria ka kontrolluar inflacionin kudo që ka mundur. Pastaj ka identifikuar shkaktarët kryesor të inflacionit dhe në anën tjetër ka përkrahur bizneset prodhuese dhe ka vendosur çmimin tavan për naftën. Kurti në këtë takim në SBA foli edhe për zhvillimin ekonomik, i cili si tha gjatë 4 viteve të fundit ka qenë 6%. Kjo rritje është përkthyer në rritje të ardhurave pa pasur nevojë të rriten normat e taksave.
Rritja mesatare ekonomike gjatë 4 viteve të fundit ka qenë 6%, e cila nuk ka rënë kurrë nën 4%, që dikur ishte shkalla mesatare e rritjes gjatë viteve normale para pandemisë. Por edhe rritja ekonomike nuk po vlerësohet si arritje e qeverisë, me që sipas njohësit të çështjeve të ekonomisë Mustaf Kadriaj, Kosova po funksionon tash sa kohë pa institucione. Qeveria e pa mandatuar, në fakt, nuk ka drejt të kërkoset për faktin që edhe pa mandat, pra biznesi dhe qytetari konsumon dhe biznesi shret. Pra një diçka që këtu vetëm vend për kërkosin nuk ka qeveria për faktin që nuk ka politika ekonomike nga ana e qeverisë aktuale. Ndërkohë, Banka Botërore për Kosovën ka parapar ulje të rritjes ekonomike për vitin 2025. Sipas projeksioneve të saj, Kosova do të ketë normë të rritjes ekonomike vetëm 3.8% për vitin aktual dhe vitin 2026. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka shqiptuar gjoba për disa subjekte politike për shkelje të rregullave gjatë fushatës për zgjedhjet lokale të 12 tetorit në një vlerë prej afro 40.000 euro. PZAP ka bërë publike vendimet për shqiptimin e gjobave ndaj subjekteve politike nga dita e parë e fushatës deri të premten e javës së kaluar, kryesisht për shkak të shkeljeve të ndryshme të rregullave zgjedhore dhe të kodit të mirësjelljes për fushat. Ndër subjektet politike që janë ndëshkuar me gjobë gjatë fushatës janë Partia Demokratike e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës, NDS dhe Iniciativa Qytetare për Skënderaj. Gjoba më e lartë është shqiptuar për Iniciativën Qytetare për Skënderaj në shumën prej 10.000 eurosh në 2 raste të ndara. Sfidat në zhvillimin e shkencave ndërdisiplinore, mungesa e qasjeve të integruara në trajtimin e temave komplekse si dhe nevoja për reforma në përgatitjen e mësimdhënësve, ishin çështje e diskutimit në tryezën shkencore të organizuar nga Instituti Pedagogjik i Kosovës me temën Shkenca ndërdisiplinore në Kosovë, sfidat, strategjitë dhe integrimi ndërkombëtar. Drejtori i Institutit Pedagogjik të Kosovës, Osman Buleshkaj, tha se në kontekstin e arsimit në Kosovë, qasja ndërdisiplinore është e domosdoshme për të ofruar zgjidhje më të plota dhe efektive për sfidat në shkolla. Dekani i Fakultetit të Edukimit në Universitetin e Prishtinës, Blerjem Saqipi, theksoi vështirësitë që ekzistojnë në fushën e përgatitjes së mësimdhënësve. Studimet ndërdisiplinare nënkupton në rastin tonë si institut, në qoftë se trajtojmë një tematik në raport me leadershipin shkollor, atëherë të trajtohet edhe nga perspektiva psikologjike e mënyrës se si drejtorët përballen me sfidat në vendin e punës, edhe nga perspektiva e edukimit, pra përgatitjes përmbajtësore, po dhe ndoshta edhe nga perspektiva e një trendi në transformim tani digital, se si përshtaten format e avancimit të teknologjisë në përmirësimin e praktikës profesionale të drejtorëve shkolla. Ne flasim për bullizmin në shkollë. Dhe zakonisht studimet bëhen nga mësimdhënës ose studiues të cilët nuk vinë nga fusha e psikologjisë. Një prej sfidave në realizimin e plotë të tërësishëm të integrimit lëndor në arsimin paragjithëtar ekziston tradita e përgatitjes së mësimdhënësve në Kosovë. Politika arsimore kërkon përgatitjen e mësimdhënësve për një lëndë të caktuar, me fjalë të tjera për mësimdhënës të shkencës në këtë rast për biologjisë ndaras, kimisë ndaras, fizikës ndaras. Ndërsa trendi i integrimit lëndor në për Evropë gjithandej, por edhe kërkesa për një mësim më efektiv është që të bëhet sa më shumë integrimi në 2 apo 3 landë. Qendra kryesore e mjekësisë familjare në Prishtinë ka njoftuar se nga 1 tetori do të fillojë vaksinimi kundër gripit sezonal. Sipas njoftimit, ky shërbim mund të merret në QMF-t më të afërta ku ka njësi të vaksinimit. Më tej bëhet e ditur edhe për dokumentet përkatëse që duhet pasur me vete për ta marrë këtë shërbim. Me vete duhet keni letër njoftimin ose certifikatën e lindjes edhe për fëmijët e vegjël për shkak të regjistrimit të dhënave në sistem, thuhet në njoftim. Secili fëmijë në situatë rruge e ka jetën e tij në rrezik si dhe pasojat janë psikologjike, por edhe sociale. Sipas drejtuesve të organizatës Terdes Home, është e domosdoshme që institucionet si dhe shoqëria të ndërgjetësohen për të kontribuar në krijimin e një mjedisi më të sigurt për çdo fëmijë.
Organizata Terdes Home në Kosovë ka 3 programe kryesore të ndërhyrjes: mbrojtjen e fëmijëve, migrimi dhe antitrafikimi, si dhe drejtësia për të miturit. Përmes këtyre programeve, kjo organizatë ofron shërbime profesionale, psikosociale të fëmijët e cënueshëm, familjarët e tyre e antarët e komunitetit, thot Pajazit Zeqiri nga organizata Terdes Home. Shërbimet që ofrohen janë shërbime edukative, arsimore, janë shërbime psikologjike, janë shërbime sociale, mirë po ne në këtu qendra ditore ofrojmë edhe shujta ditore për fëmijët dhe familjet që janë të cënueshëm e që vijnë kryesisht prej komuniteteve të marginalizuara etnike, nga komunitetet rom, ashkali dhe egjiptian. Mirë po natyrisht që gjitha shërbimet që ne i ofrojmë i bëjmë në koordinim me institucionet përkatëse. Sepse një fëmijë që është në rrugë, fatkeqësisht në shumicën e rasteve janë fëmijë që nuk e ndjekin shkollimin. Sipas Pajtim Zeqirit nga Terdes Home, miti se fëmijët dhe familjet që kërkojnë lëmosh janë nga Shqipëria nuk qëndron, sepse 80% e tyre janë me shtetësi kosovare. E vetëm një 15-20% maksimumi janë fëmijë ose familje që vinë prej Shqipërisë ose rajoneve të tjera. Donë miti që ka shumë raste dhe janë problem i Shqipërisë, realisht nuk ekziston. Realiteti praktik është që këta janë fëmijë, familje, po janë domthonë shtetas të Kosovës, edhe është obligimi i institucioneve tona me punu më shumë këtë drejtim. Për dallim nga shtetet e tjera në Kosovë, 90% e fëmijëve që kërkojnë lëmosh janë të shoqëruar nga antarët e familjes dhe mjetet e fituara janë të ardhura të përbashkëta. Mënyra se si është rregulluar skema sociale në Kosovë e ka prodhu kundërefektin, e ka rrit numrin e familjeve të varfra, e ka mbajt peng të varfërisë dhe për këto komunitete skema sociale është diçka e shajt për një arsye të vetme, për shkak se e shohin se të hyrën e vetme që kanë të sigurt. Sipas të gjitha ullumtimeve, fëmijët që rriten në një ambient të dhunshëm kanë tendencë të shndrohen në dhunues, sepse fëmijët janë imitues dhe të vetmin mekanizëm mbrojtës gjatë jetës së tyre e kanë pasur dhunën, thon psikologët. Asnjëherë nuk pan me godit fëmijët, në asnjë mënyrë. Sepse ata kanë me mësu pastaj prej asoj goditjes se kjo është mënyra që na mundu me zgjidh probleme. Pastaj në shkollë ata nuk e kanë shumë probleme shfaq njëjtin sen. Nëse përjetojmë një situatë, na tentojmë me zgjidh vetë përmes formave tona, përmes dhunës, përmes bërtimave tona dhe nuk raportohen problemet. Është shumë e nevojshme dhe fakte domosdoshme që t'ju ofrohet një trajtim adekuat psikologjik, që të rritet rezilienca e tyre dhe pastaj ata të mund të përballojnë me sfidat që i kanë në përditshmëri. Çdo fëmijë që kthehet në shkollë për organizatën Terdes Home në Kosovë është sukses, ndërsa për mungesë të fondeve, vetëm në Prizren dhe në Prishtinë ka qendra që ofrojnë shërbime ditore për fëmijët dhe të rinjët në situatë rruge. Ju faleminderit për vëmendje dhe mirupafshim në edicionet e radhës.